a lejohet të gënjej. Me që 1 prilli është afër, thash po e filloj me këtë pyetje sot. Për emrave të Zotit është El-Haq, i vërteti. Dhe kjo fe është El-Haq, e vërteta. Dhe çdo gjë në fen ton orientohet nëpërmjet kësaj gjëje. El-Haq, e vërteta. Xheneti është hak, është i vërtet. Xhehenemi është hak, është i vërtet. Çdo gjë që ka lajmëruar Zoti për të është hak dhe e vërtet. Dhe këtu qëndron urtësia, një nga urtësitë e ndalesës së gënjeshtrës është se ti ndryshon të vërtetën. Ti e ndryshon të vërtetën, pra ti sikur po përgënjeshtron Allahun, xhella xhelaluhu. Për këtë arsye, rrallë në Kur'an ka mallkime për gjuna të caktuara, për gënjeshtrën ka mallkim. Wa yaqulu al-ashhadu ala la'natullahi 'ala al-kadhibin. Të gjithë njerëzit ditën e gjykimit dhe xhinnët dhe melajket do të thonë mallkimi i Zotit qoftë mbi gënjeshtarët. Qofshin këto gënjeshtarë me kuptimin se kanë gënjur në raport me besimin në Zot, në raport me besimin Islam, në raport me profetët apo me profetin sallallahu me kështu me radhë. Po edhe çdo gënjeshtër tjetër futet te gënjeshtra, sepse ti ndryshon vërtetën. Pra ti sikur indirekt deformon atë që ka bërë Zoti, sepse çdo gjë që ndodh është krijimi i kujt? Krijimi i Zotit. Ti kur tregon diçka tjetër, jo të vërtetën, pra ti sikur je duke deformuar, jo sikur, po ti po deformon krijimin e Zotit. Po i bjer hasha asaj që ka kriju Zoti. Për këtë arsye, nuk ka arsye që muslimanët gënjejnë. Jo më të ketë një ditë, dita e rrenave, apo dita e gënjeshtës, apo të jetë edhe festë. Normalisht kjo gjë nuk ekziston, është e ndaluar dhe haram, dhe nuk i lejohet muslimanit gënjejnë. Për këtë arsye tha Zoti xhella xhelaluhu, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. O ju që keni besuar, jini të drejtë dhe bëhuni dëshmitar të vërtetës, edhe nëse e vërteta është kundra jush, kundra prindërve tuaj, kundër të afërmëve tuaj. E mos u arsyetoni se është i pasur apo i varfër, apo i afërt apo i largët. Nëse ju bëni loj fjalësh ose bini ndesh me këtë porosi të Zotit, dijeni se Zoti është gjithmonë mbi ju, mbi këshyrës dhe i mirë informuar për çdo tradhti që ju bëni. Për këtë arsye dhe kur u pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a e bën këtë muslimani, tha, po edhe mund ta bëj. Po këtë a e bën, po tha, edhe mund ta bëj muslimani. A gënjen? Tha, jo, nuk gënjen muslimani. Tani ne gjithë e dim që këto dy gjëra për cilat u shpyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fen tonë janë më të rënda se gënjeshtra. Imoraliteti, kush është më i rënd në Islam, me gënjy apo me boj imoralitet? Gjithë e dim që me gënjy është më lehtë se sa me boj imoralitet. Kush është më rënd në Islam, me vjedh apo apo me gënjy? S'ka dyshim që me vjedh është më rënd se sa me gënjy. Pejgamberi sa çfarë tha? Jo, tha, mund të bjerë në imoralitet muslimani, po edhe mund të vjedhë muslimani. Po gënjen nuk gënjen dot kurrë. Sepse bjerë ndesh me shumë gjona. Dhe mbi të gjitha mbi natyrën e sinqertë dhe të pastër që duhet të jetë në të besimtarit. Për këtë arsye nuk ka gjë më të keqe në Islam se sa shahadatu zur, dëshmia e rrem. Nuk ka gjë më të keqe në Islam se sa shpifja. Për këtë arsye, kur i përmeni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam
gjunahet e mëdha. Përmeni dhujtarin. Ka gjë më të rëndë se sa i dhujtaria? Ka gjë më të rëndë në Islam se sa i dhujtaria apo jo? S'ka. Përmendi magjin, ka gjë më të rëndë mas i dhujtarisë se sa magjia? S'ka. Përmendi ngrënien e pasurisë së jetimit, ka gjë më të keqe dhe më të rëndë se sa të hash pasurinë, marrësh të hysh në hak të jetimit, s'ka gjë më të rëndë. Përmendi mos respektimin e prindërve, ka gjë më të rëndë në fenë tonë se sa njeriu mos respektojë prindin e tij? S'ka. Përmendi tërheqjen nga fusha e betejës, s'ka gjë më të rëndë se sa njeriu tjetër nuk do të tërheqet, tremet apo dëgjon etj, të kthehet mbrapsht. 5. Përmendi akuzimin e një femre të pastër si imorale. Ajo faktikisht është e pastër, po qëllimisht me akuzu, s'ka gjë më të rëndë. Sa u bën 6. Dhe pejgamberi sa se ishte i shtri, ishte mbështet kështu, ishte i shtri, edhe po i thonte këto. Pastaj u çu, mbajti qëndrim, mbajti drejtim dhe tha: dhe shpifja, dhe shpifja, dhe shpifja, dhe shpifja, sa që thonë shokët e pejgamberit sa na udhims. Pejgamberi sa shumë e ka përsërit. Ne gjithë e dim se shpifja nuk është më rëndë se sa i dhujtaria. Shpifja nuk është më rëndë se sa magjia. Shpifja nuk është më rëndë se sa mos respektimi i prind. Gjithë e dim këtë, si rregull. Me po aq e rëndë që e ka, aq dë me sjell. Pse njerëzit gënjejnë? Gjëja e parë pse gënjejnë njerëzit është se kanë probleme me besimin e tyre. Nëse një që ka besim të fortë, nuk gënjen kurrë. E thot vërtetën, ka ndodhur, ç't bëhet çfarë bëhet, kështu ka ndodhur dhe pikë. Është problemi i besimit që njerëzit gënjejnë. 2. Është problemi i mosbesimit në faktin se Zoti ka në dorë gjithçka. E mendon se duke gënjy do të shpëtojë prej situatës e ku dëgjon etj. E kujton njeriu me gënjeshtrën e tij se mund t'ia hedhë Zotit, apo Zoti e ke parasysh ja hodhi njeriu thotë se Zoti s'ka punë me këtë mohabet. Arsyeja e tretë pse njerëzit gënjejnë se janë jo besimtarë në atë që ne themi është e shkruar prej Zotit. Njëri që beson se çdo gjë është e shkruar prej Zotit nuk gënjen, se e din çfarë ka shkruar Zoti vëlla. Ti gënjeve, nuk gënjeve, në fund fare po që është shkruar, më mirë e merr dënimin me pastërti dhe me dinjitet, se sa të marrësh një të dënim mas të zbuluar se ti ke gënjur. Arsyeja tjetër që njerëzit gënjejnë është se nuk duan të pendohen për mëkatin e bërë. Një që ka bëj të keq, ka bëj gabim, shenja e parë e pendimit të tij është që ta pranojë të keqen. Në momentin që ky nuk e pranon të keqen apo gabimin apo hatan që ka bërë, do të thotë se ky njeri nuk do të pendohet. Për këtë arsye, këto janë 5 arsyet më të forta, domethënë që njerëzit gënjejnë, pastaj mund të ketë shumë arsye tjetër, frika se mos humb postin, frika se mos i bllokohet rreziku, frika se do të humb lirinë, frika se do të humb ku dëgjon fansat, e ku dëgjon etj, pasuesit, mund të ketë 1.300.000 arsye pse njeriu gënjen, po kryesoret janë 5 arsye pse njerëzit gënjejnë. E muslimani s'ka probleme me besimin e tij, kështu që s'ka pse të gënjej. Nuk ka probleme me atë që ne themi besimin qada dhe në kader, se për këtë arsye s'ka pse të gënjej. E din se çdo gjë është e shkruar për Zotin, për këtë arsye s'ka pse të gënjej. E din se gënjeshtra është një mëkat i madh për cilën njeriu duhet penduar dhe shenja e parë e pendimit nga gënjeshtra është që të pranojë gënjeshtrën, të pranojë gabimin, të thotë vërtetën. E din se çdo gjë është tek Zoti dhe varet nga Zoti i gjithësisë, për këtë arsye mundohet të jetë sa më korrekt. Dhe kjo është një çështje për cilën nuk ka diskutim. Kjo është një çështje për cilën nuk ka diskutim dhe muslimani duhet të jetë larg gënjeshtrës. Tani gënjeshtra është 3 llojesh. Gënjeshtra e drejtë për drejtë, gënjeshtër jo e drejtë për drejtë, pra direkt, indirekt, dhe ka një gënjeshtër e cila quhet gënjeshtra e bardhë. Gënjeshtra e drejtë për drejtë është që njeriu të ndryshojë një të vërtetë. Të ndryshojë një të vërtetë, kjo është gënjeshtër, ose të mohojë një të vërtetë, kjo është gënjeshtër, ose të ndryshojë një realitet të caktuar, kjo është gënjeshtër, ose të japë një dëshmi
të rreme ose të gabuar, kjo është gënjeshtër drejt për drejt. Shpifja është më e rëndë. Ku është dallimi mes gënjeshtërës dhe shpifjes? Se shpifja ka në vetvete edhe dëmtim, të drejt për drejt. Ndërsa gënjeshtra njeriu gënjen, po ndoshta edhe nuk sjell dëm të drejt për drejt. Pra ka përgojim, ka gënjeshtër dhe ka shpifje. Përgojimi është dijet, haram, ka gënjeshtër, është haram, shpifja pastaj është tek mëkatet të mëdha Zotit na ruaj. Atëherë themi edhe një herë, ka gënjeshtër të drejt për drejt, pra që njeriu është koshient dhe i vetëdijshëm që po gënjen, po ndryshon një realitet, po mohon një të vërtet, ose po pohon një të pavërtet e kështu me radhë. 2. Gënjeshtra indirekte, pra ai nuk gënjen kështu drejt për drejt, po gënjen indirekt. Për shembull, pyetet, a ke qenë ti kur ka ndodhur kjo ngjarje? Thotë, jo. Është indirekt, po gënjen. Ose pyetet, kush ka qenë prezent hesht? Kjo është indirekt. Pra heshtja e tij, mos deklarimi, mos thënia e vërtetës, kjo është indirekt. Dhe çdo lloj mashtrimi tjetër, me të cilin njeriu përfiton diçka në këtë botë pa e merituar, quhet gënjeshtër indirekte. Marrja e patentës ndërkohë që ti nuk je i aftë për të marrë patentën, është gënjeshtër indirekte. Marrja e diplomës ndërkohë që ti nuk je i aftë për ta mbrojtur atë diplomë, po e ke marrë me këtë mënyrë apo në atë mënyrë. Gënjeshtër, po indirekte, jo drejt për drejt. Pastaj kemi një lloj tjetër gënjeshtre, e cila është gënjeshtra e cila sjell dobi. Janë dy njerëz në konflikt. Janë dy fise në konflikt. Dhe futet një i tretë dhe mundohet të rregullojë marrëdhëniet mes dy palëve, mes dy personave, dhe këti i flet mirë për këtë, këti i flet mirë për këtë, pa i fliste mirë për ty, deri sa të vi një moment që ta nxjerrë ky personi, ose ai personi, ose ky fisi, ose një fjalë të mirë për atë tjetrin. Ai e merr atë të mirën që ky tha, pastaj e bën histori, e bën roman. Deri sa të nxjerrë një llaf të mirë. Në momentin që ja nxjerr një llaf të mirë, atë llaf të mirë ai e bën argument, e qenis mirë, derisa të çojë punët në pajtim, siç është rasti i pajtimit të gjaqeve, siç është rasti i pajtimit njerëzve që kanë konflikt, që mund të jenë probleme fisesh, probleme qytetesh, probleme katunesh, kufish, ligjone të tjera. Rasti i dytë kur njeriu është në luftë. Kur njeriu është në luftë dhe gënjen në emër të dobisë që do i sjellë grupit të tij, në këtë rast nuk ka asnjë lloj problemi. Dhe rasti i tretë, kur ka probleme dhe shqetësime brenda familjes. Kur një familje rrezikon shkatrimin, rrezikon çarjen, ose mund të jenë palët në familje, burri ose gruaja që kapen për gjëra shumë të vogla, e gjërat e vogla i bëjnë gurgule, i bëjnë gjëra të mëdha, atë i lejohet palës tjetër për të ruajtur harmoninë në familje, ti thot në njëherë gjërat jo fiks ashtu siç ka ndodhur në emër të kujt, në emër të ruajtjes së foles, në emër të ruajtjes së familjes e kështu me radhë, si për shembull gjen një arsyetim që faktikisht ai nuk është arsyetim i vërtet, po thjesht që të mbyllet shamataja, e të mbyllet problemi e kështu me radhë. Në Zotin e Madh që na ruaj nga gënjeshtra me të gjitha llojet e saj. Amin.